Jemi me trajnerin Jeton Beqiri pas ndeshjes saj Larnaka Shkëndia. Jemi mundur 1-0 këtu në Çipro, por ka rezultuar një ndër disfatat më të ëmbla në historinë e Shkëndijës, sepse jemi kualifikuar në fazën e play-offit të UEFA Conference League. Trajneri Jeton Beqiri gatshëm për përgjigjet tuaja. Falënderit për urimin, gjithsesi është diçka e rëndësishme ne që arritëm sot. Sa i përket ndeshjes, besoj që i kontrolloni mirë gjërat deri minutën e 53 kur pranuam edhe kartonin e kuq, për shkak se ato minuta edhe planifikonim që të freskojmë ekipën me lojtarë të freskët dhe jam shumë i sigurt që ekipi vendas do hapi më shumë dhe do rrezikoni më shumë. Gjithsesi, sa i përket pyetjes tuaj, mendoj që luanim kundër një skuadre shumë kualitative që ka mundur edhe skuadra të nivelit shumë të lartë këtë kompeticion. Normalisht janë emocione pozitive për shkak se ne njëherë ndronim që të futemi në Conference League, pastaj ndronim që të kalojmë, tani që kaluam, do ndrojmë që të kalojmë edhe një tjetër, ashtu jemi ne veçanërisht të tovarët, por është diçka pozitive. Është diçka pozitive dhe unë besoj që edhe pse është vetëm pas ndeshjes edhe ndoshta emocionet janë pranishme, por jam shumë i sigurt se Shkëndia gjatë timeve 6 ndeshjeve ka treguar stabilitet dhe me pak më tepër fat sportiv apo pak më tepër eksperiencë, besoj që kemi merituar më shumë pikë. Definitivisht dhe jam i sigurt për këtë. Një falënderim veçantë për të gjithë që na kanë përkrahur, për gjithë tifozët, opinionin sportiv, në veçanti për ballistët që kanë qenë me ne në çdo cep të Europës. Do doja të gjithë, t'i falenderoj dhe t'ju them që në pranverë do shihemi përsëri në Europë, pavarësisht se për ne dhe për mua personalisht qëllimi kryesor dhe targetin në pranverë do jetë kampionati dhe kupa. Europën në pranverë do ta shijojmë, do të jetë një lloj luksi për ne, skuadrat të cilat janë të mundshme që të na caktohen në short, janë skuadra të fuqishme, janë skuadra spektakolare dhe besoj që do jetë një pranverë e bukur për Shkëndijën, do jetë një pranverë e cila do na sjell shumë gjëra pozitive. Gjithashtu mos harroj t'i falenderoj edhe ato që kanë kritikuar gjatë gjithë kohës, për shkak se besoj që ato janë më meritorët për rezultatet pozitive të Shkëndijës dhe unë vetëm do kërkoja që mos kritikojnë futbollistët, gjithçka që kanë negative dhe kritike të adresojnë te unë, për shkak se normalisht unë jam fajtori kryesor. Mendoj që në momentin kur kalohet turi mund të quhet e suksesshme, unë asnjëherë nuk jam i kënaqur, gjithmonë kërkoj diçka më shumë, edhe ndeshjen e sotshme, pavarësisht se ishim nga minuta e 53 me karton të kuq, do isha shumë më i lumtur sikur të kalonim me barazim apo me fitore, por edhe aspekti fizik edhe prishja e konceptit lojës me një lojtar më pak kundër një skuadër jashtëzakonisht shumë të fuqishme bëhet shumë e rëndë, por e rëndësishme është që të jemi pozitiv, e rëndësishme është të mësojmë ne si staf futbollistët klubi, për shkak se për gjithë ne kjo që na ndodhi këtë vit, domethënë vitin 2025 është diçka e re, është diçka e jashtëzakonshme dhe besoj që më shumë se kaq edhe nuk do kërkonim të na jepte Zoti për këtë vit. Miru, falenderoj gjithëve që keni ndjekur këtë konferencë për shtyp, i përshëndesim me gjithë ata që përmes rrjeteve sociale dhe përmes kanaleve të klubit janë duke ndjekur Shkëndijën. Ju urojmë gjithëve këtë sukses historik dhe natyrisht Shkëndija faktikisht prej në këtë moment shkon në pushim të merituar nga ky gjysmë sezon i zgjatur. Takohemi bashkë në të tjera konferenca për shtyp dhe tjera aktivitete të klubit futbollit Shkëndija.